Ne jemi vënë kontakt me njëhershëm me autoritetet kompetente malazeze, edhe në bashkëpunim me ambasadën tonë në Podgoricë. Ndërkohë, përveç një humbje jete tragjike, të lënduarit e tjerë janë jashtë rrezikullt për jetën. Një është transportuar për në spitalin e Podgoricës, ndërsa të tjerët janë këtu, 2 prej tyre kanë dëmtime jo të lehta, por përsëri janë jashtë rrezikullt për jetën, ndërkohë që unë dua të shfrytëzoj këtë mundësi për të falendëruar autoritetet kompetente malazeze, qoftë policore, po sidomos ato të shëndetësore, dhe posaçërisht spitalin e Tivarit për ndihmën të shpejtë dhe shumë të mirë që u kanë dhënë, gjë që e pash vetë, por edhe ma thanë me gojën e tyre edhe të lënduarit. Kolegjiumi i mjekëve do të bëjë një vlerësim të gjendjes, të kemi marrë masat, nëse drejtuesi i Spitalit Rajonal të Shkodrës do të jenë këtu, për të vendosur kush nga të lënduar do transportohen vetë, sepse nuk kanë probleme, dhe kush pastaj do të duhet transportohen me mjetet autoambulancë.